Një fermë bagëti ishte imta në fshatin Val të Martaneshit në Bulqiz është shprekur nga sëmundja e murtajës. Burime bëjnë me dije se deri tani kanë ngordhur më shumë se 150 krerë keca, ndërsa rrezikohet e gjithë tufa e cila ka afro 700 krerë. Në fermë kanë shkuar specialistët e drejtorisë rajonale të ekstensionit bujqësor Dibër, të shërbimit veterinar në Qark dhe ato të pranë bashkisë Bulqiz. Deri tani është raportuar që numri i kecave të ngordhur është mbi 150, ndërsa infektuar dyshohet të jetë e gjithë tufa. Mjeku veterinar pranë operatorit të sistemit Ruda Dega Bulqiz, Gëzim Neziri, tha se janë marrë mostra nga bagëtia e ngordhur dhe janë dërguar pranë ISUV në Tiranë. Nëse rezulton nga analizat që është vërtet sëmundja e murtajës shkak i ngordhjes, do të bëhet ekzekutimi i gjithë bagëtisë për të shmangur përhapje në ferma të tjera. Me të marrë njoftimin nga fermieri Bajram Shaban Meta nga fshati Val, njësia administrative Martanesh, për dëmtime në bagëtitë e imta, shërbimi veterinar ka shkuar në vend ngjarje, madje në ditë pushimi, dje, një grup prej 2-3 kolegësh dhe kanë bërë verifikimin dhe kanë marrë masa për të marrë mostra për të analizuar në ISUV. Sot, datën 9, ka shkuar një grup tjetër veterinarësh të shërbimit dhe të kontrollit për të marrë mostra për të analizuar pasi dyshohet për murtajen e ruminantëve të vegjël. Jemi në pritje për të parë se çfarë do dalë nga analizat e bëra. Janë raportuar në sistem, kanë ngordhur sipas konstatimit që kanë bërë kolegët e mi, rreth 150 krerë keca. Ndërsa këtë tritura nuk ka pas dëmtime, por janë të sëmura rreth 20% e tufës triturave. Ke njerëzit nuk ka rrezik, por ne më problem kemi për hapjen. Për këtë arsye është bërë izolimi, ferma është bërë në monitorim zyrtar, me qëllim që të bllokohen shitblerjet, qoftë kafshëve të smurë, qoftë kafshëve gjalla. Mos kalojnë në fshatrat kufizuese. Se konkretisht Vali kufizohet me Gujin e Bardhë në Klos, me fshatin Peshk në Martanesh dhe me Shen Gjergji në Tiranë. Për këtë është njoftuar dhe autoriteti kombëtar i veterinarisë për të marrë masat për të bërë izolimin rreth 3 kilometra, mos qarkullojnë kafshë nga fshati Val në fshatet e tjera. Proposer në fshat, sepse është shumë e vështirë, për shembull, lesa është më e përshtatshme aty, është apo gropa aty dhe janë groposer pranë banesës. Normalisht ajo thjesht groposen me fjalë edhe me dhemë, nuk është aq rrezik sa shumë plasja apo disa smunje tjera. Nëse do dalin analizat për atë që dyshojmë ne, do bëhet edhe ekzekutimi i komplet tufës. Ka vaksina, nuk aplikohet, sipas strategjisë që aplikojmë ne, deri tani nuk aplikohet kjo vaksinë. Nisur nga kjo ngjarje është kërkuar informacione edhe nga fermat të tjera të Qarkut Dibër, të cilat kanë raportuar se për momentin nuk kanë bagëti të sëmura. Bagëtia e ngordhur në fermën në fshatin Val të Martaneshit do të gërposet sipas rregullave të përcaktuara nga Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.